26 vitesh e kujton fillimin e bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë. Ai thot se ishte në fshatin Jezerës të Ferizajt i rreshtuar krah luftëtarëve të Lirisë kur filluan bombardimet një moment i shumë pritur. Ne aty çka ishmi shok, bile ishmi me një pjesë ku nuk shihet fort hapësira kështu. Edhe dolëm breg atje, na i thëmë atje te livallet e kishës edhe fillum me shiqu se si aty më kujtohet ai momenti kur bombat e para kanë ra tek antena Goleshit edhe në aeroportin e Prishtinës. Domethënë kishmi dëshirë me pa se si po fillojnë edhe ku po granatojnë, domethënë ku po bombardojnë avionet e NATO-s. Një ndjenjë e papërshkruar ishte lajmi për fillimin e bombardimeve mbi caqet serbe, thot Azem Gjemajli. Ka qenë një ndjenjë e gjithë e madhe, jashtëzakonshme edhe gjithë kemi shiqu në për dritare, në për kulma shtëpisë, për çka po ndodh sene që është rëndësia më e madhe e epokës shqiptare. Në shënim të kësaj date janë mbajtur edhe disa aktivitete ku është kërkuar që 24 marsi të shënohet si festë zyrtare në